Një skandal i rënd ka tronditur sistemin e bugjeve në Shqipëri, ku zyrtarët e lartë janë filmuar teksa marrin para për të siguruar të burgosurve leje dalje nga qelia. Rasti është zbuluar në burgun e fushës Kosovës në Lushnjë, ku emisioni investigativ Stop publikoi pamje që tregojnë sherifin e regjimit të brendshëm Irakli Leka duke marrë 700 euro për një qytetar. Shuma ishte paguar në këmbim të një leje pezitore me një të afërmit të tij që vuante dënimin. Vetëm 2 ditë pas dorëzimit të parave, i burgosuri përfitoi leje. Në videon e bërë publike, Leka shpjegon hapur mekanizmin e korrupsionit duke deklaruar se parat ndahen mes tij, drejtorit të institucionit dhe prorëve të tjerë. Ndër të tjera i thotë: "I nisim letrat nesër në mëngjes. Te enten deli afërmi, është formale po i thot ky drejtori nëse ai po ke. Se i ndajmë bashkë ata shqip. Çfarë i dërgon drejtori nisin ata. I thot drejtori ok dhe ata", shprehet Leka. Pas publikimit të skandalit, autoritetet ndërhyn duke arrestuar Lekën dhe duke përjashtuar nga policia e burgjeve, ndërkohë si mas shtesë u pezullua nga detyra drejtori i burgut të Lushnjës Ervin Kurti dhe nëndrejtori Roland Duro. Ky rast ekspozon hapur rrjetin korruptiv që ka pllakosur institucionet e burgjeve, duke hedhur një njoll të rënd mbi integritetin e sistemit. Ironikisht, ndërsa burgjet duhet të garantojnë zbatimin e ligjit, rasti dëshmon se në Shqipëri është më lehtë të marrësh një leje 5 ditore nga qelia sesa të arrestohesh nga policia. Mjafton të paguash 700 euro, ndoshta edhe më shumë, ndoshta edhe më pak, dhe lejen e ke në xhep.